Mirë mëngjesi. Mirë. Të dëgjoj me vëmendje me kënaqësi. Vëmendje ç'kemi? Në përgjithësi mirë, ju si jeni? Mirë. Ja po shikoj këtu në televizor. Po. Mora dhe u hap telefonin se ka se që hapet të dynjas. Po më thuaj mendimin se jemi në telefoni është hapur, jemi në komunikim, po më thuaj mendimin tënd. Ma, nëse mendonja, po merr keq për atë darsulën, se vajti do gjithë gjaketën i shkreti për si qenë kështu, për si treguar besnikrinë salës. Në fund e dori e hodhi atje të gardhje. Po këta të dy palët edhe pëseja dhe pëtaja janë marifeqin për të bërë dallaveret me fjalë që si të arrin maksimalen e asaj që kanë mundësi. Po populli do t'i japi këtyre partive të reja që në mos e marrin pushtetin të paktën ta çajnë, që t'i lënë që të bëjnë një koalicion treshe Sal, Ram, Ilir për qeveri teknike, se ata 6 muaj se lënë, po 2 vjet do ta lënë ata. Që djaja për të bërë zgjedhje të reja të ndeshme për të fituar kohë, po këta t'i çajnë. Vetëm kështu fiton populli. Zoti Sula, Dashur Sula, se për shkak punës e një dhe personalisht po për te e saj, mbrëm vonë së fundmi, i është bashkuar Adriatik Lapajt, ose më saktë koalicionit Lapaj-Shabani, nisma Shqipëria bëhet. Synë në punaj, ai asosojme, nuk ka shprat punaj, pandaj edhe Sala e hoqi, po, dhe ti bashkoj, kur ju bashkua, kur e hodhi Sala? Po, kur një kvishte në... Atere kur e ndori Sala të gardhi, atere ju bashkua... Gjithsesi, po argumentin që a i dha, që si pas ti nuk u bë pjesë e listave, nuk u bëra pjesë e listave, tha se jam një nga ta persona që mbështes drejtësinë e re. Po, sigurisht, ja i ka folur më burë, po këta janë vetëm nga ata që duan të vejnë në parlament, po nuk është për atë punë më burë, politika nuk është për dashat, nuk e bën do të atë punë ai. Okej. Në tërësi me atë që ke parë dhe ke ndjekur, si të duken listat? Kush të bindë më shumë? Po, nuk i kam parë shumë, jo, nuk i kam parë shumë, po njëri bari lojnë shumë të mbyllur e për të vjetërve, tjetëri bari lojnë shumë të mbyllur e për të rime për të krijuar besnikërinë, e ati grupit me vjallë që t'i ketë të garantuar mbështetjen. Dakor. Dhe Sala pashë soj ande me ato të tintë, me vjallë me ato të vjetër, gjaj që nuk si lasën gjatë të re, për mua, mendimi tim, gjatë le ta bjoj gjithë Mileti. Po? Unë, me halë, në mos pas të arresime të tjera që të bëhet e më shumë blemë shkjo punë, ajo pësaja do përfundojte jo më shumë se 20% të parlamentit, Sala nuk do të kapi 30%, me gjithë Ilirin. Kush do i marrin? Do i marrin këto partit e reja atëre? Po do marrin dhe këta. Edhe këto. Në këtë gjeni që shtashin, u arestoshin e me, që të kjetë akoma të lavi, do të bresin e më poshtë. Në fund, për mendimin tim, do ngele qeveria teknike e qarë nga të rinjtë, nga Lapajt, edhe Indriti, edhe në fund fare, por nuk të talen 6 muaj qeverin teknike, për të ta qojnë 2 vjet që të fitojnë kohë, se këta janë në halë me spakun më. Dakor, faleminderit. Faleminderit përshëndes për telefonatën, që të kemë si të marrim sa më shumë mendime, opinione, komente në rrjetet sociale për temën e ditës që të shfrytëzojmë edhe kohën. Ilia Kokti më shkruan mirëmëngjes Sandi thotë, si primarët e Saliu thotë, edhe deputeti që duam ishte një fars, parlamenti që vjen thotë, do të jetë mota mos si parlamenti që është. Në fund thotë vendosi Saliu dhe Rama me shokët dhe miqtë e tyre.